zotin Igli Hasani, Ministër për Europën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë, dhe zotin Nicolas Robert John Abbott, ambasador i Mbretërisë së Bashkuar, për të nënshkruar deklaratën e përbashkët Mbretëri e Bashkuar Shqipëri për avancimin e bashkëpunimit dypalësh mbi prioritetet e përbashkëta. Ftojmë zotin Pirro Vëngu, Ministër i Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë, dhe zotin Nicolas Robert John Abbott, ambasador i Mbretërisë së Bashkuar, për të nënshkruar deklaratën e qëllimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut në lidhje me eksportet në fushën e mbrojtjes dhe bashkëpunimit industrial. Tani është momenti i zhvillimit të konferencës për shtyp. Thank you very much. Nderuar Zoti Kryeministër, i dashur Hir, është një tjetër vizit historike në Tiranë pas asaj të presidentit Macron, i cili ishte i pari president në historinë e marrëdhënieve shqiptar-franceze që vizitoi Shqipërinë. Ju jeni i pari kryeministër në historinë e marrëdhënieve shqiptaro-britanike që vizitoni Tiranën për një vizit bilaterale që ne çmojmë jashtëzakonisht shumë në vigjilje të samitit 6 të komunitetit politik
Europian. Dhe dua t'ju falenderoj ju posaçërisht për kujdesin qysh në ditën kur unë erdha ndër summitin e Londrës që ngarkuat njerëzit tuaj për të na ndihmuar me ekspertizën e tyre në organizimin e këtij summiti në Tiranë, që shpresoj ne ta kemi në lartësinë e duhur nesër. Ky është një moment i rëndësishëm në marrëdhëniet mes dy vendeve tona, edhe për shkak se asnjëherë më parë ne nuk kemi qenë kaq të lidhur në të paktën dy çështje të rëndësishme. Natyrisht në çështjen e Ukrainës, si dy vende që ndajmë edhe antarësinë në NATO, dhe në çështjen e betejës kundër emigracionit të paligjshëm dhe rrjeteve kriminale që e stimulojnë emigracionin e paligjshëm. Dhe besoj që në këtë të dytën kemi bërë progres të jashtëzakonshëm, ndërkohë që për sa i përket të parës, marrë parasysh edhe situata në përgjithësi gjeopolitike shumë më e trazuar, ne kemi thelluar bashkëpunimin edhe po punojmë intensivisht për të krijuar më shumë sinergji në fushën e sigurisë e posaçërisht të mbrojtjes. Në angazhimin kundër rrjeteve kriminale dhe emigracionit paligjshëm, kemi arsye të jemi shumë krenar për punën që kemi bërë. Shifrat janë mbreslënse dhe unë përfitoj nga rasti i pranisë tuaj dhe i pranisë të dërguarve të medias britanike për të theksuar që referimi në shifrat e këtij bashkëpunimi shumë të suksesshëm është gjëja e duhur për publikun britanik dhe jo kultivimi i miteve, ndër të cilët dhe miti se shqiptarët janë një problem për Britaninë. Pasi të gjitha shifrat flasin vetë. Në vitin 2024, numri i shqiptarëve që kanë hyrë apo tentuar të hyjnë në mënyrë të paligjshme në Britani është disa qindra. Ndërkohë që në momentin kur ne kemi shtyrë përpara për të ngritur task forcën e përbashkët, arriti në 12.000. Përkatësisht në vitin 2022, kur pati një fluks të madh. Dhe nga ana tjetër, dua që të theksoj këtu dhe një shifër që më bën shumë përshtypje dhe na bën shumë përshtypje në tërësi, ne shqiptarëve, kur thuhet se 1 në 50 shqiptarë na qenë nga në burg në Britani. Kjo është një gënjeshtër e madhe që ka marrë statusin e të vërtetës, ndërkohë që në të vërtetë shifra është 1.500. Pra është 10 fish më e ulët. Dhe e fundit që dua të theksoj, në këtë unë jam shumë krenar për policinë shqiptare dhe për punën e forcave tona të sigurisë, të cilat janë vlerësuar nga vetë Home Office me çmimin e parë të Home Office par vjet për punën e shkëlqyer në bashkëpunim me
strukturat e shtetit britanik, dhe 10 nuk e morën shpinën e parë që mos bënin xhelos të tjerët dhe ta merrnin dy radhas, që t'jemi shumë të qartë për këtë. Edhe e pranojmë këtë, t'jemi viktima të xhelozisë të tjerëve. Dhe e fundit që dua të them është se është koha edhe për të shqyrtuar një tjetër problem që kemi në Britaninë e Madhe me shumë shqiptarë të cilët kanë arritur dhe janë sistemuar në Britani shumë vite më parë, janë të gjithë të integruar në jetën e Britanisë Madhe, por në kohën e mbritjes së tyre kanë përdorur pasaporta ose më saktë kanë përdorur identitet të Kosovës për të pasur pranimin si refugjat lufte, ndërkohë që largoheshin nga një vend jashtëzakonisht në vështirësi. Dhe ata sot jetojnë me dy identitete, një identitet për shtetin britanik, një identitet këtu në Shqipëri, dhe kanë probleme të vazhdueshme, të cilat mund të jepet një zgjidhje duke pas parasysh se janë qytetarë të integruar plotësisht prej më shumë se 20 vjetësh dhe janë kontribues në ekonominë dhe në jetën shoqërore të Britanisë me shumë dinjitet. Dhe fundit është që janë 50.000 shqiptarë afro me pasaporta britanike që kontribuojnë në shtetin britanik dhe afro 50.000 të tjerë me pasaporta shqiptare që kontribuojnë në shtetin britanik si kontribues të ndershëm dhe të rregullt. Dhe është e papranueshme për ne, për më tepër pas gjithë kësaj pune që kemi bërë së bashku me qeverinë britanike, që shqiptarët të vazhdojnë të stigmatizohen sikur janë problemi i Britanisë së Madhe nga një sër burimesh mediatike. Dhe e fundit dua të them që me kryeministin kemi folur edhe për shkëmbimet tregtare. Kemi një rritje të shkëmbimeve tregtare krahasuar me më parë rreth 27%, por shuma e përgjithshme e shkëmbimeve tregtare është më pak se sa buxheti i skuadrës së Crystal Palace. Kështu që është mirë që ta rrisim më shumë. Shumë faleminderit. Especially for you, George. Well, thank you very much, Prime Minister. Faleminderit shumë, Kryeministër Dashureti. Është vërtet privilegj për mua që jam kryeministri i parë i Mbretërisë së Bashkuar që vi këtu për një takim dy palësh ndërmjet vendeve tona. Dhe mendoj që kjo është vërtet diçka madhore sepse pasqyron lidhjen e fortë ndërmjet dy vendeve tona dhe vërtet jam shumë i kënaqur që pasi e diskutuam këtë gjë më parë që në javën e parë që u bëra kryeministër, ne kemi patur mundësinë tani që të vim në Shqipëri dhe të organizonim këtë takim dy palësh, natyrisht si pjesa që i paraprin summitit nesër. Përgëzime, urime për fitoren zgjedhore këtë javë dhe në fakt është vërtet gjë e madhe që jam këtu në Shqipëri për të hapur atë që unë e shoh si kapitullin e radhës në marrëdhënien e fortë të dy vendeve tona, duke ofruar siguri dhe rritje këtu në Europë, por edhe në Mbretërinë e Bashkuar. Por gjithashtu për mua, kjo është një mundësi për të parë nga afër se si po punojnë së bashku dy vendet tona për disa nga sfidat më madhore me cilat ne përballemi. Sot në mëngjes, siç e dini, unë vajta në portin e Durrësit ku pash përpjekjet tona të përbashkëta për të goditur krimin kufitar, ndërkufitar, pra autoritetet ligjzbatuese të Shqipërisë dhe autoritetet ligjzbatuese të Mbretërisë së Bashkuar që punojnë krah për krah me njëri tjetrin. Dhe siç e kem thënë edhe në dokumentin e bardhë për imigracionin që ne votuam ditën e hënë, kufit e sigurt të vendit ton janë qendrore dhe jetike për planin ton të ndryshimit. Dhe njerëzit duan dhe në fakt meritojnë një sistem imigracioni që është i drejtë dhe që funksionon jo vetëm për interesin ton kombëtar, por edhe që rivendos logjikën dhe kontrollin në kufit tan. Prandaj ju jam mirënjohës ju, i nderuar kryeministër, për mbështetjen tuaj dhe për udhëheqjen tuaj të guximshme për çështjet e migracionit që me cilat përballet kontinenti ynë dhe ecuria jone përbashkët që ne kemi patur pra
progresi në uljen e numrit të gomoneve ka qenë e konsiderueshme dhe ka qenë pra një ulje vërtet e konsiderueshme dhe ky është një mesazh dhe shembull shumë i qartë i asaj që mund të arrihet kur dy vende punojnë kushtësisht me njëra tjetrën. Ajo që thatë edhe ju, task forca jone e përbashkët, pra siç e theksuat, në fakt kanë përveshur mëngët, kanë ecur përpara, kanë punuar se sa thjesht të shkruanin letra nga njëri shtet tek tjetri dhe ka funksionuar për të frenuar migracionin e palishëm dhe ndërkohë kemi dhe marrëveshjen tonë të përbashkët për transferimin e personave të dënuar, sepse ne dëshirojmë që pikrisht pra këta të dënuar ta vuajnë dënimin këtu në Shqipëri, ndërkohë që kemi mbështetur të rinjt që ta kryejnë dhe ta kenë jetën e tyre në Shqipëri. Partneriteti ndërmjet vendeve tona shkon përtej bashkëpunimit për sigurinë e kufive tanë. Pra Shqipëria është një aleat i fortë i NATO-s dhe partner kyç në luftën e Ukrainës kundër agresionit rus. Kjo është shumë e rëndësishme në një moment të tillë, duke përfshirë këtu edhe mbështetjen tuaj për trajnimin e trupave ukrainase në Mbretërinë e Bashkuar si pjesë e operacionit Interflex. Dhe unë vetë kam qenë për ta parë këtë trajnim që bëhet disa herë dhe vërtet që më ka lënë shumë përshtypje dhe një shembull shumë i mirë i kombeve si tonat që punojnë së bashku për të arritur një qëllim të përbashkët. Dhe për këtë arsye kam kënaqësinë që të shprehem këtu për fillimin e mëtejshëm të partneritetit strategjik ndërmjet Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë, një partneritet që do të thellojë pra bashkëpunimin tonë në fushat e mbrojtjes së sigurisë, do të pengojë dhe frenojë migracionin e parregullt dhe si dhe aktivitetin kriminal ndërkufitar dhe do të maksimizojë potencialin që ne kemi për investime në infrastrukturë në rritje në veçanti në sektorin e mbrojtjes. Dhe për këtë arsye jam shumë i kënaqur gjithashtu që përpara jush mund të shprehem edhe për deklaratën tonë të përbashkët që ne kemi për bashkëpunimin pra në sektorin e mbrojtjes dhe do të punojmë së bashku për prodhimin dhe shitjen e automjeteve ushtarake. Pra një deklaratë e qëllimit, sepse do të thotë që ne dëshirojmë të fuqizojmë sigurinë kombëtare dhe inovacionin si dhe rritjen ekonomike të kombeve tona. Ky është një moment të cilin shtetet europiane duhet të qëndrojnë së bashku, të bëjnë qëndres ndaj agresionit rus në kontinent. Dhe më vonë sot, unë do të shkoj për të vizituar trupat shqiptare dhe ato të Mbretërisë së Bashkuar që po punojnë së bashku për të mbrojtur lirinë tonë dhe qytetarët tanë, sepse këto janë pra vijat e para të betejës së Ukrainës me vlerat e perëndimit. Dhe kjo është arsyeja pra se ne do të vazhdojmë pikërisht të punë të përbashkët për trupat dhe ajo që po bëjmë për Ukrainën është një dëshmi e qartë e asaj që ne po bëjmë dhe po punojmë në formë kaq efikase. Por është mbrojtja e Ukrainës e cila do të vazhdoj të bëhet dhe ne do të vazhdojmë të udhëheqim me të gjitha përpjekjet tona. Ju jam shumë mirënjohës juve Shqipërisë për këtë partneritet kaq të fortë që ju keni treguar në këtë betejë tonën, duke treguar leadership në të gjithë botën, pra ju nesër do të mirëprisni të gjithë udhëheqësit që do të vinë për komunitetin politik evropian, natyrisht duke u fokusuar te siguria europiane. Dhe duke bërë këtë në këtë moment kritik, ne po përçojmë një mesazh shumë të qartë që Europa është e bashkuar. Jemi të fort jashtë nesh, jemi të sigurt brenda në shtëpitë tona, po vendosim parat aty ku duhen edhe në xhepat e qytetarëve tanë dhe po thellojmë partneritetet tona me aleatët evropian për të mirën e qytetarëve tanë në Mbretërinë e Bashkuar dhe ishte privilegj për mua që kam qenë këtu. Faleminderit shumë. Muhamet Veliu nga televizioni Top Channel. I nderuar kryeministër Starmer, gjatë takimit që patët me kryeministrin Edi Rama, e diskutuat çështjen e atyre që në Britaninë e Madhe njihen si foreign hub për t'i dhënë mundësi qeverisë tuaj për të dërguar azilantët e dështuar dhe më pas për t'i kthyer në vendet e tyre të origjinës, ndërkohë që edhe kryeministri Edi Rama e përmendi në vitin 2022 ne patëm 12.000 shqiptar mbërritur me varkat e vogla, ndërkohë që në 2024 numri është 600, pra 94% më pak. Në tilla kushte, a ka mundësi qeveria juaj për të rritur kuotat e vizave për punonjës sezonal për qytetarët shqiptar? Ndërkohë kryeministër Rama, sa mundësi ka Shqipëria për ta vazhduar ndihmën ndaj Britanisë së Madhe për çështjen e migracionit, për të patur Britania e Madhe në Shqipëri një facilitet të ngjashëm me atë që ka Italia për sa i përket emigrantëve ilegal? Faleminderit.
What we discussed was the effectiveness of the Ajo arrangements çfarë we put in diskutuam place ishte efektiviteti i years, atyre bashkëpunimeve që kemi bërë për këto 2-3 vite, që kanë çuar në uljen dramatike të shifrave siç ju e përmendët, nga 12.000 me një ulje prej 94%, dhe e diskutuam se si kjo punë përmes kësaj skuadre të përbashkët mund të shtrihet në vendet të tjera të rajonit dhe se si të mund ta bëjmë këtë më efektive. Po kështu diskutuam duke dalë nga takimi sot paradite se si të punojmë së bashku edhe për çështje të aktiviteteve të tjera kriminale ndërkufitare dhe se si ekipi ynë të ndajë jo vetëm elemente operative, por gjithashtu edhe informacion inteligjencë. Ky model i veçantë ka qenë më efektiv dhe kryeministri dhe unë mendojmë njësoj në kuptimin që nuk preferojmë të flasim për problemin dhe t'i bijem rreth rrotull her pas here, por të përveshim mangët, të punojmë dhe ta zgjidhim atë. Dhe në fakt ky është qëllimi i task force-s, një organ operativ. Dhe në fakt është një punë që jemi mjaft të prirur ta mbështesim dhe një shembull për të tjerët. Pyetjes lidhur me replikimin e modelit që ne kemi sjell në Shqipëri në bashkëpunim me Italinë, unë e kam thënë qysh në kryet herës që ky është një model i cili kërkon kohën e vetë për t'u testuar e para, dhe dyta, ky është një model që në rast se funksionon mund të replikohet, po jo në Shqipëri, në vende tjera të rajonit, ku po qese rezultati i modelit do t'jetë pozitiv, nuk ka arsye që të mos ketë disponim nga ana e vendeve të tjera. Ndërkohë dua të shtoj edhe diçka tjetër që kryeministri e preku, që ne kemi diskutuar edhe për summitin që do të bëhet në Londër në tetor, it's in Oktober, për procesin e Berlinit, Yes. ku Britania e Madhe do të mikpres procesin dhe pavarësisht faktit se procesi i Berlinit është një proces i ndërtuar brenda si thush hemisferës së Bashkimit Evropian nën udhëheqjen e kancelares Merkel për të nxitur bashkëpunimin rajonal në funksion të integrimit edhe evropian, ne gjykojmë se do të jetë shumë pozitive dhe një vlerë e shtuar që në summitin e Londrës vendet e rajonit të kenë edhe një dritare diskutimi për marrëdhënien mes Britanisë së Madhe dhe Ballkanit Perëndimor në drejtim të bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar, në drejtim të nxitjes së investimeve britanike në rajon dhe në drejtim të asaj që tha kryeministri, shtrirjes së kësaj bërthame shqiptaro-britanike të luftës kundër emigracionit palishëm dhe rrjeteve kriminale në të gjithë rajonin, për të pasur një rrjet rajonal të sinkronizuar me strukturat e zbatimit të ligjit në Britaninë e Madhe dhe për të siguruar që e gjithë kjo hapësirë është një hapësirë ku veprimtaria e rrjeteve kriminale që nxisin trafikun e palishëm të qenieve njerëzore është absolutisht nën kontroll. Chris. Christopher Hope, GB News. Nga GB News. Kryeministër, ju nga mënyra se si folët,
Thatë sikur nuk do i bie sikur nuk do të bëhet një qendër e tillë si ajo me Italinë, pra në Shqipëri. Është e vërtet pra kjo për këtë model që ne dëshirojmë të kemi për ta trajtuar këtë çështje tonën, ndërsa ju kryeministër britanik folët pikërisht për ato vende, përmendet disa vende që ku mund të çoni për përpunimin e rasteve të këtyre personave, si dhe hotelet e migrantëve që ne kemi në Britaninë e Madhe që po boshatisen. You got it right. Po, e kuptuat drejt. Kam qenë shumë i qartë qysh prej ditës së parë kur nisëm këtë proces me Italinë, që kjo ishte një marrëveshje e vetme me Italinë për shkak të marrëdhënies sonë të veçantë, por edhe geographical situation which makes a lot of sense. fal situatës gjeografike që është mjaft kuptim plot. To be very frank with you, we have been Për të asked qenë shumë i sinqert by several countries if we were open to it. me ju, na kanë And, kërkuar një sër vendesh nëse ishim të hapur për një gjë të tillë dhe ju no, kemi thënë jo, because, sepse we are loyal to the marriage with Italy. jemi besnik martesës And me the rest is Italinë just love. dhe pjesa tjetër është thjesht dashuri. Chris, in relation to your question Chris, to me, në lidhje me yes, we are pyetjen in tuaj, talks with po, a number në of fakt po countries. diskutojmë këtë çështje me një sër shtetesh për sa u përket këtyre qendrave të kthimet. Dhe këtë e shoh në fakt si një çështje novatore, të re dhe të rëndësishme, e cila është në përputhje me punën që ne kemi bërë për shembull uljen e numrave nga Shqipëria, puna që kemi bërë edhe për zbatimin e ligjit, edhe me vende të tjera, marrëveshjet e kthimit që ne kemi, numrin rekord të kthimeve që kemi pasur dhe ajo që dëshiroj të arri edhe është që të shtoj pra këto qendra kthimi, sepse po i bëjmë këto diskutime tashmë dhe në kohën e dur do t'ju jap edhe hollësira të mëtejshme. Ndërsa në lidhje me hotelet e azilantëve, siç i quajmë ne, pra akomodimet për ta, duhet jemi shumë të qartë sepse e kemi këtë problem që kemi dhe kjo është për arsye se qeveria e mëparshme në Mbretërinë e Bashkuar ka bërë një eksperiment me kufi të hapur dhe përveç kësaj nuk kanë kryer edhe të gjitha të ekzaminonin kërkesat për azil, që do të thotë që 10 mijëra azilant mbetën sepse situata e tyre ishte e tillë që as nuk u jepë përgjigje, as nuk u i kthenin, pra dhe numri i tyre u bë gjithnjë më i madh që u desh pra që ato të komodoheshin diku dhe këto ishin paratet atim paguesve dhe kjo është ajo situatë skandaloze të cilën ne kemi gjetur. Mënyra se si duhet zgjidhur është kjo punë që ne po bëjmë, që personat t'i ndalojmë që të mos vinë në Mbretërinë e Bashkuar në formë të jashtëligjshme dhe për këtë arsye ky summit, puna që ne kemi bërë me Shqipërinë, me vende të tjera, është jetike, por edhe që të ekzaminojmë të gjitha ato kërkesat të tyre që personat të kthehen në vendet e tyre dhe më vjen shumë mirë që edhe një herë kemi përveshur mëngët, kemi bërë punën e dur dhe tashmë ne kemi kthyer 24.000 persona të cilët nuk kanë pasur të drejtë të qëndronin në Mbretërinë e Bashkuar dhe kjo është shifra më e lartë për pothuajse 10 vjet dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë punë edhe në të ardhmen. Faleminderit. Thank you, Chris McKeon, Press Association. Faleminderit, Chris McKeon nga Press Association. Një pyetje për të dy ju zotrin për Ukrainën. Vladimir Putini nuk ka rënë dakord që të jetë pjesë e diskutimeve që po bëhen në Turqi. A ka ndonjë shpresë për armëpushim në Ukrainë dhe cili është mesazhi juaj për Putinin? Let me take this head Më on dini që because what's t'ja happened përgjigj drejt për today drejt is kësaj further pyetje. Ajo çfarë ka ndodhur sot është një provë më tejshme se është Putini i cili po i tërheq gjërat sparë, është Putini i cili po shkakton vonesa për një armëpushim. Ukraina ka qenë e qartë për një kohë shumë të gjatë, prej disa muajsh më parë që mund të kenë një armëpushim 30 ditor pa kushte dhe kemi thënë gjithmonë që është Putini i cili po pengon paqen. Ai ka qenë agresori në fillim. Është vendi që ka nisur këtë konflikt, ishte Rusia, Putini, dhe është ky vend që tashmë po pengon paqen dhe kjo është Rusia dhe ai është Putini. Patëm një takim të mirë të shtunën e kaluar në Kiev ku arritëm të mbledhim një grup të gjerë vendesh
për të pasur një qëndrim, mbështetje të qëndrimit për armë pushim me sanksione dhe tashmë do të kemi një mundësi nesër në KPE për të vazhduar punën tonë për të arritur një armë pushim, por për mua kjo është një provë e argumentit që e kam dhënë në mënyrë të përsëritur, që është Putini ai që po i tërheq gjërat zvarr. Prandaj duhet që të gjitha kombet të radhiten si aleat për të siguruar që të marrim të armë pushim që duhet dëshpërimisht, por po kështu edhe të sigurohemi që të kemi sanksione të miratuara në momentin që Putini vazhdon në këtë rrugë të tërheqjes së gjërave zvarr dhe të mos ulurit në tryezë për këtë armë pushim. Inform you that you are in a country Më duhet ju informoj që jeni në një vend that since the change I cili of the regime from a dictatorship që nga ndryshimi I regjimit prej një diktature në një demokraci 35 vjet më parë, no Russian president asnjë president a kryeministër rus nuk ka vënë këmbë këtu dhe asnjë prej këtej nuk ka fluturuar në Rusi. Nuk na merr malli, as nuk po kërkojmë ta ndryshojmë sinqerisht. Por kjo është një histori e gjatë që lidhet me historikun ton, me ish-bashkimin sovjetik dhe Rusi. Thënë kjo, duhet të them që ne kemi qenë qysh në krye të herës në krah të Ukrainës dhe do të vazhdojmë të jemi. Ne jemi të vetëdijshëm që edhe pse ky vend ka kryeministrin më të gjatë në NATO, nuk ka fuqinë a peshën e shumë vendeve të tjera për të luajtur ndonjë lloj roli madhor apo përcaktues. Por nga ana tjetër, nuk duhet të harrojmë se jemi të bekuar që kemi lindur në kontinentin e iluminizmit dhe në një hapësirë të njerëzimit ku lindi pa dritën ëndra e paqes së përhershme dhe vetë Europa është një projekt që ka qenë gjithnjë I orientuar drejt paqes. Kështu që ndërkohë që ne do të bëjmë gjithçka që të sigurohemi që të kemi fuqinë për të mbrojtur lirinë tonë dhe vlerat tona, po kështu kur nuk duhet të heqim dorë nga kërkimi I paqes. Sigurisht, ndonjëherë duket shumë e padrejtë, por është natyra e të qenit europian dhe e të qenit nga ana e njerëzimit, jo e barbarëve, që të kërkojmë paqe edhe me barbarët. Faleminderit. Ilja Zot ka televizioni Klan. Pyetja e parë për kryeministrin e Britanisë. Paraardhësit tuaj në qeveri kanë mbajtur qëndrime shumë të forta ndaj komunitetit shqiptar në Britani, qëndrime që në fakt ishin shumë denigruese. Duke mos bërë një dallim qartë mes atyre shqiptarëve që jetojnë me punë të ndershme dhe paguajnë taksa dhe janë qytetarë të mirë, dhe atyre një pjesë e vogël besoj që janë të përfshirë në aktivitet kriminal. Duke qenë se jeni kryeministri I parë në një vizitë zyrtare në Shqipëri që prej vendosjes marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve, a mendoni që është ky një moment që jeni tani në tokën e shqipeve, të kërkohet një ndjesë në emër të shtetit britanik për këtë denigrim që janë bërë shqiptarëve? Zotë Rama, në terma konkret, mund na tregoni ku do të përqendrohet marrëveshja që nënshkruhet në fushën e mbrojtjes? Kryeministri britanik e përmendi që do të lidhet me prodhimin e automjeteve, po mund të jemi më specifik? Faleminderit. Look, I think the fact that
I'm the first British Prime Atëherë, Minister to fakti be që unë here. jam kryeministri i parë britanik që jam këtu pra në këtë vizitë dypalësh edhe në këtë takim dypalësh, duhet të shihet edhe si një deklaratë qëllimi që për mënyrën se si e shikojmë ne Shqipërinë dhe kryeministrin Rama dhe për vetë karakterin, natyrën dhe forcën që ka marrëdhënia jonë. Nuk do të bëj komente për kryeministrat të mëparshëm të Britanisë së Madhe, por qasja ime nuk është ajo me megafon apo diplomacia me megafon, por është ajo ku ti bën punën e fortë dhe zgjidh problemet me cilat ne duhet përballemi. Unë nuk duaj që të bërtas për problemet, po thjesht dëshiroj të përveshmangët edhe të jem shumë pragmatist e të zgjidh këto çështje. Dhe këtë e kemi treguar, dëshmuar tashmë gjatë muajve dhe viteve të shkuara. Kjo ka qenë një mënyrë më efektive për të zgjidhur probleme të ndryshme, përfshirë këtu edhe punën e përbashkët që ne kemi parë sot të autoriteteve ligjzbatuese të cilët merren me çështje të vërteta të ndërkufitare dhe të kufive, por natyrisht edhe ajo që do të shikojmë sot trupat ushtarake, dhe për këtë jemi të dy besoj shumë krenar, apo jo që trupat tanë ushtrit tona pra po punojnë kaq fort mirë. Tjerë faleminderit. Por na duhet të jemi të drejtë dhe të mos harrojmë që nuk është se ka qenë ndonjë kryeministër britanik që ka ofenduar apo ka treguar me gisht shqiptarët. Kanë qenë individ të tjerë, disa individ të tjerë që e kanë bërë. Megjithatë, ky nuk është justifikim, sepse ishin zgjedhur nga populli britanik me votë. Dhe në fakt mallkimi nuk ishte shumë i mirë, mallkimi shqiptarëve, sepse mallkimi u kthye dhe tashmë janë jashtë parlamentit. Kjo mjafton, nuk ka nevojë për më shumë se kaq. Nga ana tjetër, më duhet të them se ajo çfarë kemi thënë në mënyrë të përsëritur është se kemi hyrë tashmë në një epokë të re, japse qeveria është në një fazë të re sa i takon ndërtimit të industrisë e prodhimit ushtarak. Ajo çfarë po bëjmë me një aleat të shkëlqyer, me dijet jashtëzakonshme, lërë më pa para, sepse gjithmonë ankohen britanikët se nuk kanë mjaftueshëm para, po do doja që ta dinin që janë shumë të pasur, jo, vërtet. Do doja vërtet që ta dinin sa të pasur janë. Ne jemi shumë të nderuar që e kemi këtë partneritet me shpresë që do të nisë me prodhimin e automjeteve të cilat do të shërbejnë qëllimeve tona të përbashkëta. Më pas, sa më shumë aq më mirë. Kjo është ideja. Edhe njëherë, dua të theksoj se për ne është një nder i madh që kemi këtu kryeministrin britanik që viziton vendin tonë, dhe siç e tha Keir, është gjesti më i rëndësishëm, më i thellë, më i vlerësuar i respektit dhe i konsideratës së lartë për vendin tonë të vogël. Kështu që presim me padurim që të ndërtojmë më shumë. And make a strong building of our relationship. Për të ngritur një ndërtesë mjaft të fortë të kësaj marrëdhënieje tonën. Faleminderit shumë dhe shijojeni Tiranën, siç i thash edhe kryeministrit, po luftojmë që nesër të keni një mot shqiptar, jo mot Londra. Po nëse do të bjerë shi, atëherë fajin e keni ju. Faleminderit.